Në vitin 2024, emigrantët shqiptar dërguan për familjet e tyre në Shqipëri rreth 1.4 miliard euro, ndërsa pjesa më e madhe këtyre parave kanë ardhur nga Italia, Anglia dhe Gjermania. Shuma e deklaruar nga Eurostat referon edhe transfertat e ndara sipas shteteve. Italia vjen të kryesojë me emigrantët që jetojnë në këtë vend, të cilët kanë dërguar 370 milion euro në vitin 2024, ose 26% të totalit të dërgesave. Në vend të dytë është ngjitur Mbretëria e Bashkuar, nga e cila janë dërguar 243 milion euro në 2024. Ky vend ka pritur shumë shqiptar gjatë viteve të fundit, duke u kthyer madje në një shqetësim për qeverinë britanike për shkak të fluksit të lartë të hyrjeve të emigrantëve të paligjshëm. Në vend të tretë renditet Gjermania, nga e cila janë dërguar në Shqipëri transferta me vlerë 231 milion euro. Kjo e fundit ka qenë vitet e fundit destinacioni i preferuar për shumë mjek, infermierë dhe specialistë të teknologjisë së informacionit. Greqia, që ka një numër të lartë të shqiptarësh, renditet e katërta me 202 milion euro, ndërsa pas saj vijnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 159 milion euro të dërguar në vitin 2024.